Mund të çojmë mesazh ke numrin e telefonit. Te numri i telefonit jo, te QR kodi, do hap pas pak. Bëjmë një xhiro radio se kam dhe një çështje tjetër me Arlindi dhe me Eraldin para sa ndyllim. Kemi dhe një fabul tjetër, po bëjmë një xhiro një herë te Çileku, sepse ka shumë prindër që kanë fëmijët bebe sapo i kanë lindur, ose i ka të vegjël akoma, ke parasysh një moshë të re, dhe duhen patjetër tani i thonë, ore, mi dakord të mbyllun shtëpinë, banjat e këto i bën, po s'keni bërë dhomën e kalamajve. Shumë e rëndësishme dhomën e kalamajve, zënë të sepse jo çdo mobilje që ti gjen i fut në dhomën e kalamajve, se duhet të jenë certifikuara mobiljet. Me që është fëmija jotë është puna, se po të e fëmije botës s'ka problem. Po që se ke fëmijën tënë, të mendosh që të futësh mobilje që nuk i helmojnë fëmijët. Do thoni Arian, po pse helmojnë? Duhet të jenë të certifikuara me TUV. TUV, futu kërkohen në internet. Ç'është TUV-ja? Çdo lloj drase dhe MDF-i, dakor që fut në shtëpi, nëse nuk është certifikuar, me kalimin e kohës, ajo lëshon se aroma natën kur flë fëmia. Atëherë si do e bësh ti këtë punë? Do vesh te Çileku. Ja ku është. Ka ardhur zgjidhja. Çileku është një super brand ndërkombëtar në mbi 100 shtete. Çmimet janë të papara, janë 3 uljet në këtë moment te Çileku. Keni edhe një lule shtrydhe aty ta shikoni që mos ngatroni, e gjeni ose përballë. Dhe janë rezistente mobilje të stilet ndryshme, makina, çaskaf, krevate makina, krevate marinari, bebe, djepa, gjithçka. Ose përballë Kompleks Deli Orgji, që shkruhet Çilek, ose ti qendra tregtare Precision, kilometrin 12, ose hyrë në internet çilek.al në web, ose në Instagram Çilek Albania. Bravo Çilek. Çilek, produkte për bebe, fëmijë dhe të rinj. Bravo Çilek. Ora në këtë moment është 23:04 minuta zonë zotrinj. Emisionit po i vjen fundi për sonte, gjunasa, unë kënaqem shumë sa më vjen Arlindi dhe Kapri në studio. Por do mundohemi të arrim dhe pak minuta, me shumë qef por ju, po nuk dua të lodh pjesë tjetër të stafit, sepse kam një tjetër pyetje për ju zotrinj. Plaset në ekran. Edhe për i qok, Tani qoka? Po. Kemi qok të dytë? Po, 11 është. Të vi, le jo. Le të vi. Arrimi mbrëma toksor. Jemi live me papagjinjt e gjithë botës në këtë momente. Ishte Pëtreshi, pjesa e tretë kjo. Jemi live, episodi 1033. Faqja ime në YouTube, ku më të shkoni live emisioni dhe gjatë gjithë kohës kur të mbaroj, jam me Arlind Qorin, Lëvizja Bashkë dhe me Erald Kaprin, deputet dhe koleg, deputet i Lëvizjes, më fali, Partisë Mundësia, dhe koleg i Redi Muçit. Sa largë, së kam pyetur asnjëherë Erald, sa largë je nga Redi nga tavlinat e parlamentit? Jeni shumë largë, ti je para apo mbrapa? 4 karrige, 4 karrige largë. 4 karrige. Ndërkohë, plastet fabula tjetër në ekran, Ledjo. Nga ty, besoj e ke parë të lajmin apo jo? Çudia e madhe është, dakord, lejene kjo emisioni i famshëm italian që investigativa ndaj këtej, ai e hapi i pari, madje kemi dhe imazhet. Erdhi u bë operacioni, në krye ishte vetë Joni Keta, që është shefi i ri i BK-s. Bashkë me ishin dhe italianët, kishte dhe italianë, pra ishte një veprim, ishte një aksion i përbashkët. Po. Te kjo kulla që është fiks gjitur me ambasadën e Izraelit. Te gjykat e lartë. Te gjykat e lartë, po. E keni parasysh, është fiks përballë kishës ortodokse, katedralës ortodokse. Atje. Tani,
Mua ajo që më bëri përshtypjen gjithë këtë histori, se dakord, kronika e zezë, këto të kronikës e kanë thënë, e kanë shpjeguar ande këtej, si ka mundësi më vëlla, se prite që të dilte emri një deputeti, bile u tha, i doli dhe për njështrojmë, duke, Tauland Balla, e dëgjuat, është jo po është motre Taulandit, dhe i doli për njështroj. Qartë, vazhdojnë akoma fake newset, apo ka diçka të vërtet? Pse nuk puna thonë kush është pronari? Arlin, qa ke dëgjuar ti për këtë histori? Se kjo është histori shumë e të mërshme. Këta kanë rjepur me miliona euro qytetarëve europian. Unë mund të flasë për fenomeni, së rastin konkret, unë nuk e di kush është pronari. Nuk e interesuar. Po edhe t'interesohet, nuk se kam këtë pyes që të them, më thua... Ose mund t'jetë njëri politikës, njëri majorancës... Qofse është, duhet dalë sa më parë, dhe në përgjithësi edhe për transparencë, do duhet që të informohet publiku pa pikën e diskutimit. Ose të thonë, s'ka lidhje fare, të na thonë, ka apo s'ka? Edhe sikur mos ketë lidhje drejt për drejta politike, ky është një fenomen tani. Çfarë kuptoj unë, nga ajo çfarë shoh ose interpretoj në realitetin social ekonomik të Shqipërisë, që ky është një fenomen. Gjithnjë e më i gjerë, fenomeni i bërjes parave shumë shpejta, shumë dha përmes mashtrimeve. Dhe ka vite kjo muhabet, nuk është se po bëhet. Ka vite, po sidomos vitet e fundit. Tani është. Sepse mbaj mend që 2021, nuk e di ajo kujtohet, dolën në shtyp rodhi një listë me paga. Po. E madhe shumë ishte. Dhe mbaj mend ato raporte që bënin media që pagat call center ishin zakonisht ulta aso kohë. 250.000 lekë vjetra, 300.000 lekë paga bazë. E vërtet. Ndërkohë që ti sheh që sot përflitet vërdall që ka ca call center kur ti merr para pa fund, mund të bësh para shumë të shpejt. Dhe unë duhet që edhe sektori po transformohet për keq. Keq ishte edhe atëherë mos, sepse ishte shfrytëzimi kafshëror i punës. Por kemi një transformim për keq për faktin se dikur Shqipëria konkuronte me krahun e lirë të punës. Pra, vinin investime ose bëheshin investime call center dhe ti konkuroje me faktin që i paguaj e keq punëtorët shqiptarë, ndërsa sot më duket sikur po konkurohet gjithnjë tepër në emër të mashtrimit. Pra, ti si ai zotria aty që ka pas, po lexoja në shtyp që bëheshin miliona euro fitime. Bëhesh miliona euro fitime dhe ngaherë jepeshin dhe rroga shumë të majme. Pra ata që ishin të përfshirë, pra është një lloj kompromentimi edhe i forcës punëtore. Dhe frika ime është kjo që me këto modele të mashtrimit edhe të spekullimit, si strukturë e ekonomisë, ne po na kriminalizohet edhe një pjesë e rinisë. Sigurisht. Po kupton, në moment që ti s'ke industrinë, në moment që nuk ke ekonomi të shëndetshme, edhe sinjali pastaj të rinjt është, shko punon në këto qendrat e mashtrimit, rreziko burgun se bën lek shpejt. Dhe kjo është një pasojë edhe më e rëndë se sa thjesht vjedhja apo mashtrimi, që ka të bëjë me edhe me kulturën e punës që përcillet në shoqëri. Po këtë dua të them pra, qofse deri para disa vitesh ankesa kryesore për sektorin ishin kushte shumë të këqija të punës dhe pagat e ulët që besoj vazhdojnë ende. Sot po merr gjithnjë tepër hapësirë ky dimensioni tjetër, dimensioni i mashtrimit. Dimensioni i mashtrimit që zbëhet nga spekulantu, nuk e di kush janë ata që i kanë sipërmarrje të tilla, sigurisht po ta dija unë do e dinë institucionet e shtetit pastaj. Teorikisht do duhet kishin marr masa, por problem në afat gjatë është një lloj kompromentimi i rinisë dhe nganjëherë i rinie të arsimuar. Sepse që është call center duhet dish rrjedhshëm një gjuhë huaj. Po jo, duhet dish të manipulosh ato. Kjo është ta zhvendosh ekonominë nga shtrati i një, po themi, ekonomie me ca rregulla të qarta, pavarësisht me një probleme që mund të ketë për drejtat në punë, në një ekonomi që është komplet e bazuar tek mashtrimi, tek spekulimi, tek vjedhja të tjerëve praktikisht. Edhe të premtosh fitime të shpejta. Puno këtu, bëj paratë e dynjas, edhe pastaj viu zëngjin. Kapri? Gjë, kjo është e ngjarje shumë e rëndë se ekspozon një fenomen shumë të rëndë. Do të pash dhe Joni Ketën, që është shefi BK-s, që ishte në kryet operacioni, thash, duhet jetë gjë e madhe kjo. Është e madhe. Është e madhe, po pse s'na thon pronarët? Ne sot, bashkë me kryetarin Agronin, bëjmë një kërkesë për interpelancë në parlament në ministrin e brendshme për këtë ngjarje, por edhe për fenomenin e këtyre qendrave të thirrjes apo si quhen të forekseve. Ajo që është më e rënda këtu është që po ky nuk ishte Forex. Në qendër Forex ishte ky. Po këto dhe skema shembull, skema mashtrimi që bëjnë ndaj qytetarëve të Bashkimit Evropian. Tani, shikoje se sa e rëndë është. Në një nga kullat qendrore të Tiranës, 2 kate të tëra kull, ty të bëhet kjo lloj veprimtarie kriminale. Dhe pyetja ime është e thjeshtë. A mund të bëhet kjo pa lejen e zyrtarëve më të lartë të policisë dhe pa lejen e shtetit? Sigurisht që jo. Është eksaktësisht si fenomeni viteve më para i kanabizimit të Shqipërisë. Është bashkëpunimi por u lejua Shqipëria të kanabizojë për një fitim të shpejtë. Sot është e njëjta gjë që
po lejohen skema të tilla për të zhvatur në perëndim dhe arsyeja pse shteti dhe policia është brenda është se nuk e asnjë rast të vetëm që policia shqiptare të kapur një, edhe pse kemi bën me një fenomen të përhapur. Madje kemi disa të kapura, por ka iniciuar nga gjermanët, është iniciuar nga italianët, është iniciuar nga spanjollët, por asnjëherë nga shqiptarët. Dhe nuk është e rastësishme që në mes Tiranës, madje edhe në kullën që krenohet Edi Rama, sepse është kulla e parë me sa diun që është ndërtuar me lejen e Edi Ramës si kryebashkiak, zihen 2 kate dhe bëhet një mashtrim tillë financiar me lejen e qeverisë absolutisht. Dhe kjo është një nga ato arsyet që kemi folur bashkë, që jemi i vetmi vend në Evropë që euro ka vajtur pikjat për arsye se një para e madhe kriminale, e drogës, këtyre skemave, hynë në Shqipëri, pastrohen kryesisht përmes ndërtimit dhe turizmit, ndaj edhe ndërtimi fatkeqësisht është rënduar shumë, dhe që po sjell një dëm të jashtëzakonshëm të ekonomisë shqiptare. Madje, ajo që është më interesante është kjo. Vetëm një biznes i tillë mund të punonte nga këto kullat. Ke dalë natën në Tiranë e shikon që kullat që janë ndërtuar janë bosh, nuk ka drita në to? Normal. Janë se to kullat e Panamas që i ndërtoi trafiku i drogës. Janë bosh ende në Panama, nuk ka drita në to. Kështu që ajo nxori në pa një skem kriminale që fatkeqësisht u dekonspirua, se kjo është dhe më e rënda. Pra, operacionin ndërkombëtar që bëri Spaku me autoritetet italiane u dekonspirua. Kur vajten ata në mëngjes, nuk gjete njeri aty dhe... Ti thua është dekonspirim? Po e tha Spaku. Ka bërë një njoftim zyrtar Spaku për të gjë. Që thotë, vajtëm dhe nuk gjetëm përgjegjësit dhe Spaku në hetimet paraprake thotë që u lajmëruan të largoheshin. Po prit, pra, se dakord, Spaku e tha, po ndërkohë mos harrojmë që lejene, ky emisioni në Itali, që nuk e di ku jepet tani, tek Medet Berlusconit është apo Mediaset më duket, po. Mediaset, po. Ky është dhënë në ekran, vëlla. Pra, nuk është puna se ata e bën atë, ata e dhanë përpara, disa ditë përpara se të ndodhte kjo. Kështu që është dekonspirim apo s'është, vëlla, se njerëzit e interesuar, se mos ta i punonin me italian, edhe me italian, e kanë marrë vesh lajmin. Një sekond. Kështu që mund të kenë masa përpara, mund të kenë marrë masa përpara. Pra nuk dihet është dekonspirim apo edhe jenet kanë dhënë, nuk e kanë dhënë të plot. Më të plot të dhanë kur ndodhi operacioni. Ata e paralajmëruan. I zuhet. Po mirë dakord, po ti operacioni niste në mëngjes, edhe një ditë përpara ata u lajmëruan. Kush e megjithatë, përveç se zyrtarëve të lartë policisë. Si ke shpresë do dali emri i njeriu vërtet që organizon këtë punë? Dgjoj, sa kohë janë ndërkombëtarët po. Para disa vitesh u zbulua edhe ky ish këshilltari i Ministrisë së Mbrojtjes, Xhaçkës. Si ishte ky Josifi, Armand diçka e tillë që iku në Dubai, kapande. U bë për shkak sepse ishte një operacion ndërkombëtar që gjeti atë si pronar fundor. Dhe në këtë rast sigurisht që un kam besim sa kohë janë italianët në mes. Mbyllë Arlind. Një plantacion të vogël me tokën të mbjellësh me ashash, duhet të japësh haraç shefit komisariatit. Tani si mund të kryesh një aktivitet kaq fillimprurës, kriminal mes Tiranës dhe mos japësh haraç kujt? Një njeriu me shumë pushtet. Po këtu janë të kapur të gjithë famor. Pra, në këtë sens, tu logjikat shonë që këtu kemi të kompromentuara struktura kryesore të shtetit. Deri në çfarë niveli do të na thotë hetimi, se nuk mund ta them unë tani po. Ti parasysh diçka që një aktivitet i tillë, po ta shohësh nga pikpamja e një politikanit korruptuar po edhe të paaft, ka 2 avantazhe. E para është haraçi, pra ai që t'jep lejen për ta bërë përfiton. E dyta është dhe ky iluzioni me që këta e kanë bindje, pasi vjedhin vetë, ta kanë dhe bindjen që kësaj zhvillohet ekonomia. Rama unë besoj, po ta vësh makinën e vërtetës, pasi ka vjedhur vetë, është dhe i bindur tashmë që përmes pastrimit parave, përmes këtyre skemave të mashtrimit, të spekullimit, mjafton të hyjnë para se është mirë për ekonominë. Po duhet të ketë një teori ekonomike të tillë. Janë teori ekonomike të dështuara. Korrupsioni vërtet është i keq, mund të Kolumbinë edhe si gjithandej. Pra, në këtë sens, këta kanë filluar dhe besojnë vërtet të gjë. Dhe ka nisur që në fillimet e qeverisjes së Ramës, ku qëllimisht u lejua, u nxit, u inkurajua, u organizua trafiku ndërkombëtar i drogës, me idenë që futen para në ekonomi, po është mirë. Pavarësisht se sa më shumë para futeshin në ekonomi, aq më shumë shqiptarë ikin nga Shqipëria. Dhe kjo është paradoksalja. Pra, rritet para e futur ilegale në Shqipëri, po kjo nuk shërben për investime produktive. Kjo shërben thjesht për të krijuar, ndërtuar këto fshatat Potemkin quheshin dikur, që vetëm duken nga jashtë, por nuk kanë asgjë brenda. Se për të vazhduar atë që tha Eraldi, fatkeqësisht jo vetëm kullat janë
pa drita, po këtu edhe pjesa e madhe e pallateve të reja të banimit, gjysma janë pa drita. Do thënë, edhe ato që teorikisht do duhet ishin për t'u blerë, nuk blihen sepse janë për vende për të pastruar parat apo për të bërë spekulim imobiliar. E njëjta gjë po ndodh në Tajland tani pa shilajm, ë? Nuk e di se sa në Tajland në këto momente, nuk e di se sa hyrje me miliona. Nuk e di sa tamam shifrën tani, po të hyni ta kërkoni, janë të pa shitura, është një krizë e papar imobiliare atje vëlla. Ka më shumë ndërtime se sa Këtu ka ndodhur një arsye tjetër, janë ndërtuar për të pastruar parat, ata nuk kanë emergjencë të shesin, i mbajnë stok, njerëzit kanë nevojë të blejnë shtëpi dhe uritet çmimi. Dhe ne e dimë se sa e vështirë është të blesh një shtëpi në Tiranë. E kjo është evidente. Po dëgjoj. Nuk ka jemi në fund Erald. Nuk ka do ta mbyllim ekonomi që është zhvilluar me para të pistë. Dhe kjo qeveri jo vetëm që e ka lejuar, por madje e ka ligjëruar. Vetëm një muaj përpara në parlament ka miratuar amnisti fiskale, ka miratuar fale gjobash. Dhe ka lejuar që çdo kompani në 5 ditë të fundit mund të ndryshojë bilancin dhe të ligjërojë para të pista. Ky e bën me ligj të punë, sepse ky beson, ka dalë Ministria e Financave në sa tha në parlament që ne presim të futen 2 miliardë euro në ekonomi para të pistët, që është mbajtur sipas tyre poshtë dysheqeve, ta fusin përmes kësaj skeme. Po sigurisht. Tani çfarë do të thënë kjo? Kjo po një biznesmeni që ka punuar, një supermarket që ka punuar të jetë ndershëm, ka paguar taksat, është përballur me administratën. Komshiu i vet ose tjetri përballë, s'ka paguar, ka refuzuar, dhe tani ai futet në treg dhe madje fiton edhe para. Pra, e kuptoni se çfarë situata jemi? Jo, kuptojmë shumë mirë. Kjo është. Kuptojmë shumë mirë. Para se të ndahemi, unë do lexoj disa pyetje që më kanë ardhur te kjo kutia magjike, këtu që quhet QR kod. Shpresoj të jenë pyetje për Arlindin dhe për Eraldin, po të jenë komente do mundoj mos i lexoj. A mund të përdoret kjo ngjarje si heqje e vëmendjes publikut larg aktualiteteve të tjera që po ndodhin në qeveri? Këtu bëhet fjalë se mora nga fillimi është. I mora nga fillimi, është orë 10 herë tani. Spitalin. Pyetjet, po ndodhe për nuk e di, e ka për spitalet ky apo e ka për ishte në spitalin në 22-14, te spitali po. A mund të përdoret kjo ngjarje si heqje e vëmendjes publikut larg aktualiteteve të tjera që po ndodhin në qeveri? Arlind me po me jo. Jo, sepse këto janë pasojë të njëjtës frymë qeverisje. Është akti radhës i dëmshëm. Jo, besoj unë se. Jo, po bëj një kështu, një meradhë, një kështu që ti mbasi lexojmë sa më shumë. Alban Dunolli thot, ky ishte Orgesi që pyet në fillim, ndërsa Alban Dunolli thot, a mund të jetë tentativë vrasje me dashje këto e spitaleve? Po, urojmë që jo tani, po ne bëm thirrje që prokuria ta hetojë. Altin Kabello thot, ekziston mundësia të jetë vjedhur nafta e gjeneratorit, thot, babëzia e njerëzve ka arritur kulmi, si mendon Qori? Po ta thash, për kur kalbet shteti, gjithçka mund të ndodhë. Gjithçka mund të ndodhë. Ne tregoj hetimi. Eksplorusi, Çani nuk i duan drita sepse bëhet më mirë me drita fikur operacioni, më thot dikush tjetër. Noli thot, Çani pyeti pak të ftuari, si do veprojnë me fenomenin Soros, duke marrë parasysh kapin në shoqatave, mediave e tjerë nga korporata Soros, thot ky. Ky do emision më vete tani. Ky do emision më vete. Anila Majollari thot, aguzoj drejtoria dhe ministria të jap dorëheqje, jo e tham të Anila. Kleviz Dragoti thot, pyeter Arlindin dhe Kaprin, ose Kaprin, a mban përgjegjësi indirekt kryeministri për ndërprerjen e dritave në spitale? Ai është përgjegjësi kryesor. Sigurisht. Përveç përgjegjësive penale që duhet i kenë ato hallkat poshtë, përgjegjësia politike për ngjarje kaq të Ka dhe për detyrë që mos ndodhin këto gjëra. Ujku blu thot, ku punon bashortja? Edhe më thot emrin e një ministri. Çfarë pozicioni ka dhe për çfarë akuzohet? Mund të përdor dot emrat e ministrave kështu nga këto pyetje që ju bënin nëpër se do ishte tallava emisioni fare pastaj. Kështu të lutem mos nuk i bëj se nuk kam do të thënë është pak delikate, unë mundohem të jem sa më serioz me ju, edhe pse buzqesh. Si di Hodo, si ishte mundur i parlamenti se nuk e filloi sesioni parlamentar, sa filloi edhe sesioni parlamentar të mos nisi asnjë nis në komisionin parlamentar për këtë çështje kur e vetmi anë që ka opozita për të jetuar janë komisionet parlamentare. Do kërkojmë 2 partit e reja në një komision për të jetuar. E nisët ju, Kapri, apo jo? Keni kërkuar komision, jo? E ka fjalën për të dritave me siguri, se është ora akoma 22:19. Aleksandru Palionis, gjithë skandale, si ka mundësi nuk ngrit asnjë intelektual të flas, po pse të gjithë të blerë janë në këtë vend? Po ja pra, i kemi 2 intelektual, Kaprin dhe Arlindin, se janë vetëm njerëz partive të tyre. Janë intelektual. Shihab Sulmina, çfarë emri Shihab, o plak, pyeta, Shihab Sulmina. Një brëma thot, pyeta Arlindin nëse të kanë ngerur ndonjë
Se jo, gjithë politikanë nga dhe. Jo, dëgjo. Jo, Erald Kytëshan. Po nuk do lezoj se të kam mikë. Gjithë partit për misinë... Ky thot, atë kam bet në i pik nacionalizmi, thot që vajtë do bashkohen me kriminelët e Izraelit. Pyta! Tani lezova. Pra, vazhdojnë ke historia. Okej. Që keni me Izraelin, më burë? Pse keni ka që natë? Leviz Dragoti thot, çani pyetër Arlindin, që s'do ishe ti kryeminist dhe ndodhte ky aksident dritave spitale, si të veproje? Me një fjali Arlindin atë do? Po, ka përshtypjen që do të shkarkoja ministrin e shëndetësisë. Direkt. Është shumë e rëndë. E more përgjigjen zotri Klevis. Silvi Çaushi, a duhet të mbajti kushpërgjigje nga ana e ministrisë apo shteti për të ngjarje? Vazhdojmë për të dritave vëlla, pas shumë vëmendje kjo. Që kanë dalë ata nga operacioni të mërshme është ajo. Po s'është e rrallë, është e rrallë. Ja zakonisht vjeta është bërë normale, ku vjeta korrupsioni, po kjo që ti drita në spital është. Jo, që mos punoj generatori, se mirikën. Po edhe nga që u mbajt fshehur, prandaj. Më thot Lirix Human, thot, data 20 akoma skandal rrogat për personelin e QSU-t, thot Arlind. Kjo ndodh me administratën shtetërore prej sa mbajnë më punë, se edhe ne në fakultet na dalin gjithmonë vonë rrogat në janar, 2 javë me vonese më shumë, keq funksionimi i shtetit. Nuk ka arsye. Çani pyete Arlindi, thot, a ndalet rryma elektrike, thot, në hotelet luksoze të jugut të Shqipërisë, thot, atje nuk ndalet, mendoj unë, thot, sepse edhe infrastrukturën ja kanë paguar, sepse është investim strategjik. Unë nuk e di këtë, se as u afroj, po që logikisht duhet kesh drejtë. Në fakt, Arlindi, dëgjo, më falë që të them, nuk është puna ime, po me qëra muhabet dhe jemi në fund të emisionit. Në fakt, Arlind, ti thua unë nuk e afrohem atyre. Por, unë do të kujtoj një histori të vërtet. Në fillim të shekullit kaluar. Njeriu kundërshtari më i madh i Gustave Eiffelit, i inxhinieri që bëri kullën e Parisit, quhej Guy de Maupassant. Dhe ai e kisha aq kundërshtar, sa që bëri dhe në Këshillim Bashkiak atëherë që u bë, për të votuar, duhet votuar, do ndërtojë kulla apo jo. Humbi Maupassant se ishte në kanonin njerëz që s'donin të bëj kulla, se ajo quante shëmtuar me bullona, një gjë kështu thoshte me hekur, do shëmtoj Parisin e tjerë. Fitoi Eiffeli, fitoi projekti i Eiffelit. U bë kulla pas shumë vitesh, vetë Eiffelit pi kafe te kulla e vet. Te kati i dytë që është restorant dhe kafe atje. Te kati i parë, i dytë po, i tretë ishte lart. Dhe futet brenda, ishte boshte, ishte mbasditë, s'kishte njerëz, dhe shef në fund një person me atë kapele në asaj kohe, flasim për ishte Gia vet. Dhe me një lull. Edhe i thon, kush është ai atje, i thot, se ishte me kuris. I thon, të kamarja, ka ardhë Guy de Maupassant, i thon. Kundërshtari jot, armiku jot, ka ardhë, pi kafe këtu. Ngeli Eiffeli. Dhe, si aristokrat që ishte, Fisnik tha të veta përshëndes. Shkoj, mirdita, zoti Maupassant, i tha. Ç'ne ju këtu, i tha, ju i armiku më i madh i kësaj kulle, tha, ç'ne që bëni këtu? Dhe ai u përgjigj. Maupassant. Këtu le dio. I tha, po, i tha, është e vërtet, sepse jam armiku jot më i madh, i tha, dhe i kësaj kulle vi këtu, sepse është i vetmi vend në Paris ku nuk e shoh kullën e Parisit. Përgjigje inteligjente. Edhe ti tani. Ti thua shkoj asnjëherë, ti duhet të shkosh atje për të kuptuar, jo, për të Problemi kuptuar. ka aq estetik, e kanë problem moral, politik. Mirë, unë ta thash si Po edhe shembull këtë. s'do ma mbaj xhepi ndonjëherë, jo s'ma mban xhepi. Po jo të versi klient. Mbaj xhepi Po asnjëherë. jo të versi klientët. Në një kënaqësi të vesh atje. Po jo, po Arlindi duhet të shkojnë nga brenda, shiko, duhet ta shkojnë nga brenda atë që denoncon. Shoh një dokumentar për, ku diun, luksin që ka njerëzve për botë, po të mbrej kurioziteti. Po se kam as Po prap nuk u kuptove. Për të denoncuar një gjë, unë them duhet futesh brenda sistemit. A ti thua kështu, ato si quhesh atëre, skuadrat e kontrollit Po, punëtor, aq. jo punëtor. Akoma ka ndryshuar historia, ka ndryshuar. Se është ti që kur e prek vetë Arlind. Po kur e shoh tani si kanë masakruar prekletin, çat prek. Për të kuptuar Aty ka vanitetin. qenë natyra, kanë bërë një monstruozitet.